Për shembull, kjo është fe e vërtetë. Pse? Për shkak se ata që kanë këtë folin shqip. Që ata është e vërtetë. Çu vola që folin shqip. Apo çu vola. Ai të thotë jo ka dalë sa aftë. Feja jonë është më e vërtetë se ne ma ka vllakseu. Andaj kjo po kuzi gjuha jonë është argument më i madh se gjuha juve apo. Kur gjuha është argument. Apo as nuk ka argument gjyra. As nuk ka argument që absolutisht. As nuk ka argument vani. Për shembull, na duhet të pranojmë këtë fe. Pse? Për shkak se ne jetojmë në këtë vend. E çka kohë ku jeton ti Allah? E vërteta nuk kufizohet me vend as me gjuhë. E vërteta ka argumente të tjera ato. Apo, ashtu. Sikur na më thon për shembull që shumë bien kjo. Na do të më kon populli më i zhvilluar në botë. Pse? Pse na do në Kosovë për ata ato. Po na siem ashtu. A ne siem po na jem apo. Po ti bën argument që jell ato. A ke argument? Qysh matat zhvillimin e popullit? Qysh matat? Me pretendime apo me argumente? Me argumente. Këshyret ekonomia, ti zhvillimi, ti fabrika që i ka këtë matat në fund të popullit zhvilluar apo i pazhvilluar. Qështu matat kjo? Pa na me thonë për shembull, Kosova është vendi më i zhvilluar në botë. Pse? Për shkak se flasim shqip. Bëjmë çata. Këtë njerëz zhvilluar. A është logjikshme? Ai në komunikon më këtë kjo është kundërtënse. S'ka lidhje me këtë argumente kështu e tip kjo është absurditeti më i madh i mundshëm që mund të më ndodhë. Fatkeqësisht. Me pro argumente, apo se ose për shembull, feja është më e mirë se unë jam shqiptar, çata. Kjo patriotizmi më të punë tjera. Feja s'ka lidhje me këmbë. Feja s'ka lidhje me gjuhë, vëllai. Feja ka lidhje me argumente besimi. Për çata, njëri për shembull nuk mundet me ndru për kacin ti kombëtar. Sonë rrag. Madje është haram e ndaluar. Allahu të ka fal shqiptar, unë s'jam pesot, s'jam shqiptar. Haram është, nuk guxon me po këtë punë. Për shkak se Allahu të ka përzgjedhur me shqiptar. As të ka vetë, as të ka qitë argumente, as e ke zgjidhet. A ka argument, për shembull që më mirë me kur shqiptar, se për shembull se anglez. A ka argument? S'ka argument, ti je shqiptare, që është s'ka argument topë. Kjo s'o punë argumenti, kjo punë përkatësie, që lidh me te dhe bat des. Që është topë, apo. E ku e argumentet? Argumentin të feja, të besimi. Unë e besoj se shkëve me sakt se ka argumente, ka shumë, për çfarë ta? Përzia me mesazh që kjo që ka unë, je pështillni për në mujtë me e mujtë vërtetër. Mëse pështillni, se demaskohen e për.